Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës duke folur në lidhje me besimin në ditën e fundit dhe do të fillojmë të shpjegojmë disa prej hollësive të ditës së fundit dhe kemi thënë që besimi në Yaumil Akhir, ditën e fundit, ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes dhe emrat të cilët Allahu i lartësuar i ka quajtur këtë pjesë të ghaibit, këtë pjesë të ahiretit, kemi treguar që për shkak të rëndësisë së madhe dhe i ka marrë ato mëri të emrave. Gjithashtu kemi treguar që besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në lidhje me kiametin, se gjithë secili prej nesh e ka kiametin i cili është afër tij. Prandaj shënon Imam Buhariu hadithin e saktë i cili njëri prej sahabeve ka shkuar dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'a?" Kur është kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e ka pasur zakon, përgjigjen ja ka jap në atë formë që t'i bëj dobi pyetësit. Dhe ai momentin që e pyet kur është kiameti, i thot madha adatta laha. Çka ki bo gati ti për kiametin? Çka ki bo gati ti për kiametin? Është një pyetje kjo që gjithë secili prej nesh kur të interesohemi për shenjat e kiametit, kur të hulumtojmë, a është afër kiameti apo jo, duhet ta shikojmë se çfarë kemi bërë gati na për kiametin ton, e cila është vdekja. Rrezikun apo rëndësinë kësaj çështje ja shton edhe më shumë fakti ku gjithë secili prej nesh nuk e dim kur na vjen vdekja, kur mund të na befasoj dhe kur mund të na zë në befasi. Andaj si pjesë e besimit në ahiret, në ligjëratën e sotme do të flasim në lidhje me sprovën e varrit, po ashtu në dëshkimin apo shpërblimin në varr. Për të vazhduar në ligjëratën e ardhshme për shenjat e kiametit dhe pastaj për ringjalljen dhe për llogaridhënien tek Allahu i lartësuar, pastaj me shpërblim në xhenet apo në dëshkim në xhenem, Allahu na ruaj. Në lidhje me besimin në ditën e fundit apo ditën e gjykimit, besimtari i ka dy obligime. Një obligim është që ta besoj në përgjithësi për të gjitha ato çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Allahu i lartësuar apo pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam në kanë rrëfy si në Kur'an apo në sunetin e saktë profetik për ditën e gjykimit. Pra është një nga shtyllat e besimit të cilën ne e besojmë dhe jemi të bindur në të dhe të palëkundur në të. Ky është besimi i përgjithshëm për të cilin çdo besimtar e ka obligim ta besojë. Pastaj e kemi besimin e hollësishëm. Pra një besim është i pari, i përgjithshëm për ndodhit e kiametit, vdekja, pyetja në varr, ringjallja, dalja para Allahut të lartësuar, marrja e librit të veprave tona, pastaj kalimi i siratit dhe deri në shpërblim në xhenet apo në xhenem. Pra kjo në përgjithësi. Pastaj në hollësi, besimi i çdo detaji, çfarë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka rrëfy apo Allahu i lartësuar na ka tregu në librin e tij fisnik. Nga pjesa e besimit, çfarë na theksohet është sprova e varrit. Sprova e varrit apo ndryshe që njihet fitnetul qabr. Fitnetul qabr është ajo sprov ku besimtari, ku njeriu vihet në sprov në lidhje me disa pyetje të cilat i shtrohen atij. Dhe kjo është një ndër sprovat më të rënda që do ta pret njeriu në jetën e berzakhut, në jetën e varrit, dhe Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në lidhje me këtë sprovë që na pret dhe mënyrën se si të kërkojmë mbrojtje nga sprova e varrit, nga dënimi i varrit dhe të përgatitemi që të japim përgjigje në varr. Është në pyetje hadithin të cilin e transmeton Esma, bija e Abu Bekrit, që shënon Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më janë shfaqur xheneti dhe xhenemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më është shpallur se ju do të testoheni në varret e juaja. Do të testoheni aqëron sa sprova e dëgjallit apo afërsisht sa ajo. Do të flasim për dëgjallin në ligjëratën e ardhshme dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë sprovë do t'i thuhet njeriu, cili është ai njeri që është dërguar tek ju,
që ju ka folur juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon përgjigjen e besimtarit dhe hipokritit apo jo besimtarit. Dhe këtu shohim rëndësinë se çysh duhet ta jetojmë këtë përgjigje që në mënyrë të na mundsohet prej Allahut të lartësuar të përgjigjemi në varr dhe të kalojmë këtë provim me sukses. Thot besimtari, duke na treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është ai person që është dërguar tek ju, që ju ka mësuar juve. Thot besimtari, ai ka qenë Muhamedi i dërguar i Allahut. Huwa Muhammad Rasulullah. Ai është Muhamedi i dërguar i Allahut. Na është dërguar me prova të qarta, me argumente të qarta dhe me udhëzim dhe ne ju kemi përgjigjë thirrjes së tij dhe e kemi pasur ato. Dhe besimtari përgjigjet në këtë formë 3 herë. 3 herë përgjigjet me plot bindje. Dhe thot ai është Muhamedi i dërguar i Allahut, Allahu i lartësuar e ka dërguar me prova, me mrekulli, me argumente të qarta dhe ne e kemi pasur udhëzimin e tij dhe ai është Muhamedi. Dhe atëherë meleku i thot fli, o njeri mirë, e dishim se ti je besimtar, e dishim se ti ki besim. Flaj, i thuhet ati besimtari dhe pritet derisa të vije ringjallja, të bëhet kiameti për të tjerët dhe të ndodh të fryhet suri për herën e dytë dhe të ndodh ringjallja. Ndërsa munafiku, hipokriti, Allahu na ruaj, apo ai që është i luhatshëm, që ka dyshime në fe, thot nuk e di kush është. Kom dëgjuar që njerëz kanë thonë diçka, kom thonë edhe unë. Apo sheni, e ka përgjigjen e zbeht. Nuk e ka të ndërtuar në mbi argumente. Nuk e ka të njohur në thellësi argumentet dhe provat e qarta se si ta besojmë Allahun, si ta besojmë pejgamberin, si ta besojmë fenë islame, si ta besojmë ditën e fundit. Pra veç ka dëgju. Kom dëgju që është dërguar një njeri dhe çush kanë thonë njerëz, kom thonë edhe unë. Dhe ky hadith na tërheq vëmendjen, që të përgatitemi dhe ta njohim pejgamberin ton, ta njohim fen ton, ta njohim Allahun e lartësuar, që të na mundsohet të përgjigjemi saktë në varr kur do të varrosemi dhe kur do të vinë melekët të na pyesin. Po ashtu në hadithin tjetër, hadithi Al-Bara ibn Azib tregon hadithin të cilën e kena përmendur edhe në ligjratën e kaluar në pjesën e tij, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me fjalën e Allahut, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti, Allahu i lartësuar e forcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme, fjalën e përforcuar, ka zbrit për besimtarin në çastet e varrit kur pyetet kush është Zoti yt. Kush është Zoti yt? Dhe besimtari përgjigjet Zoti im është Allahu dhe profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E në ato raste Allahu i lartësuar i përforcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme që të përgjigjen në këtë pyetje shumë madhështore. Dhe thot Allahu i lartësuar, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i lartësuar i përforcon me këtë fjalë të qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në ahiret besimtarët. Po ashtu nga hadithe të tjera që është mjaft kërcënues është hadithi të cilin e transmeton Anas ibn Malik, që është nën Buhariu dhe Muslimi. Thotë në këtë hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur robi vendoset në varrin e tij dhe shokët e tij, miqtë e tij, familjarët e tij e vendosin në varr dhe i varrosuri i ndihen, i dëgjon zhurmën e hapave, të nalloneve, të kpucave, të familjarëve të tij që e lojnë vetëm. Merrni me mend këtë skenë, domethënë kur gjithë secili prej nesh do ta kalojmë këtë skenë, kur të na varrosin dhe të largohen ata të dashur, ata të afërm që i kemi pasur në jetën e kësaj bote dhe na lojnë neve vetëm. Dhe ne vetmohemi tash me melekët dhe me veprat tona të cilat i kemi bërë sa jemi qenë gjallë. Pra veç para mendoni këtë skenë dhe çfarë na pret në ahiret, në mënyrë që jo të mërohemi, po në mënyrë që të friksohemi me devotshmëri, të ruhemi mos bim në harame, të ruhemi ta aktivizojmë për kushtimin tonë ndaj Allahut të lartësuar dhe të përgatitemi për këtë natë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ato momente njeriu i shfaqen 2 melek, i ulen pranë tij. Dhe i thojnë, e pyesin, çfarë besoja rreth këtij burri, rreth këtij njeriu? Besimtari përgjigjet. Thot, dëshmoj se ai është rob dhe i dërguar i Allahut, pra për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë melekët i thojnë, hidhe vështrimin, këtu ki pas më përfundu si kur mos besoje në zjarë të xhenemit. Dhe Allah i lartësuar ta ka zavendësuar ty me një vend në xhenet.
me një vend në xhenet, kështu besimtari i shikon të dyja vendet, xhenetin edhe xhehenemin. Dhe këtu përjeton atë begatin e xhenetit besimtari, ku i zgjerohet gjoksi, i zgjerohet varri, sa hapësira 70 para krahve. Dhe mbushet, bëhet njëherë prej kopshteve të ahiretit deri në ditën e ringjalljes. Dhe kjo është prej begative që e përjeton besimtari në jetën e varrit. Pra i zgjerohet varri dhe i bëhet njëri prej kopshteve të bukura, të cilën jeton në të derisa të bëhet ringjallja, derisa të bëhet kiameti. Për të tjerë dhe të fryhet suri për herën e dytë dhe të urdhërohet për ringjalljen e të gjithë njerëzve. Ndërsa në lidhje me hipokritin dhe jo besimtarin, kur t'i shtrohet e njëjta pyetje, se kush është ai i dërguar që është dërguar te kjo, ata thojnë nuk e di. Përgjigjja atyre parë është nuk e di. Thjesht kum dëgju diçka për njerëzve. Nuk ka haber në lidhje me përgjigjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë melekët i thojnë mos ditë shkur, edhe mos lexof shkur, dhe e marrin me një çekeç, edhe jam shojnë në kokë, aq sa e lëshon një klith shumë të madhe që e dëgjojnë çdo gjë përveç njerëzve dhe xhinëve. Ky është një prej disa prej morive domethënë numrit të madh të haditheve që flasin për sprovën e varrit. Sprova e varrit është ajo që e pret domethënë gjithë secili njeri. Dhe këto pyetje të cilat i shtrohen besimtarit, se kush është Zoti jot, cila është feja jote, kush është pejgamberi jot, janë pyetjet më themelore. Ndonë se ne i dijmë pyetjet, edhe i dijmë edhe përgjigjet, mirë po pak i kushtojmë rëndësi mësimit të tyre, pak i kushtojmë rëndësi njohjes së pejgamberit tonë, njohjes së fesë dhe njohjes së Allahut të lartësuar. Para së gjithash, ta njohim Allahun përmes emrave të tij, përmes veprimeve të tij, përmes cilësive të tij, dhe ta lexojmë Kur'anin duke i shikuar ku në fund të ajeteve Allah i lartësuar i ka përmend disa prej emrave të tij të bukur. Ti shikojmë ato ajete. Pse Allah i lartësuar përmend El-Aziz El-Hakim? Pse Allah i lartësuar ka përmend Ar-Rahman Ar-Rahim? E kështu me radhë, në mënyrë që të na shtohet dashuria për Allahun e lartësuar, që ta madhurojmë Allahun e lartësuar dhe në mënyrë që ta mbushim zemrën tonë me iman. Nga se, çush ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, të zemra e ka një rol për të cilën Allah i lartësuar ka kriju, që ta njoh Allahun dhe ta adhuroj atë. Dhe është sikur se një enë. Nëse në këtë enë nuk e mbushim me dashuri dhe me madhërim të Allahut të lartësuar dhe me madhnim të Allahut të lartësuar, atëherë kjo enë do të mbetet e zbrazët dhe nuk e mbush asgjë tjetër përveç imanit dhe bindjes dhe adhurimit të Allahut të lartësuar dhe njohjes së Allahut të lartësuar. Ky është roli i zemrës, që mi njoft Allahun dhe mi adhuru Allahun. E atëherë, kur është e zbrazët, njëri kërkon me mbush me diçka. Me çka kërkon? Me gjërat më të lehta që i vijnë nefsit. Cilat janë ato? Argëtime të ndryshme, humbje kohë të ndryshme, qefe të ndryshme, qofshin ato të lejuara apo të palejuara. Cilat janë ato më të lehta dhe më të këndshme për nefsin, me ato synon njeriu ta mbush zemrën se ndjen një far bosh llëku, ndjen një far zbrastire në zemrën e tij, andaj synon që ta mbush. Dhe sa më shpejt që e mbushim me njohjen e Allahut dhe madhërimin e Allahut, dhe madhërimin e Allahut, aq më shpejt do ta shijojmë imanin dhe do të përgatitemi për këtë takim me Allahun e lartësuar. Pra në lidhje me jetën e varrit, besimtari duhet ta besojë që besimtari, njeriu në përgjithësi, do të sprovohet në varr. Do të sprovohet në varr dhe do t'i shtrohen ato tri pyetje. Pastaj në lidhje me varrin e kemi edhe pyetjen tjetër të radhës, pikën tjetër të radhës që është ndëshkimi dhe begatia në varr. Në lidhje me ndëshkimin në varr, pra pas sprovës do të kesh ose ndëshkim ose begati deri në ringjallje. Pra është një periudhë që Allahu e din sa është e gjatë ajo kohë ku njeriu do të përjetojë ose ndëshkim ose begati në varrin e tij. Pra ose do ta sheh një dritar ku i hapet pej xhenetit dhe do ta kërkoj nga Allahu i lartësuar që të bëhet kiameti sa më shpejt që të përfundojë në xhenet, do ta ketë varrin e tij të gjerë, do ta ketë një kopsh pi kopshteve të xhenetit në varrin e tij, ose Allahu na ruaj, do ta ketë një gremin, një grop për gropave të xhenemit dhe do t'i ngushtohet varri aq sa brinjet do t'i hipin mbi brinje dhe do të ndëshkohet deri në sa Allah i lartësuar ta ketë caktuar ringjalljen e njerëzve. Allah i lartësuar e ka përmendur në lidhje me dënimin e varrit edhe në Kur'an.
Pra nuk është e përmendur vetëm në hadithe, por është e përmendur edhe në Kur'an. Dhe kjo saktësisht kur Allahu i Lartësuar tregon dënimin të cilin e përjetojnë idhtarët e Firaunit dhe bashkë Firauni me ta. Allahu i Lartësuar thotë: "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab." Dhe idhtarët e Firaunit bashkë me Firaunin do t'i ka plan dënimi i vrasht, dënim i ashpër. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Ndaj zjarrit ata do të shfaqen, do t'i paraqiten zjarrit, do të qohen në zjarr në mëngjes edhe në mbrëmje. Në mëngjes edhe në mbrëmje. Ky nuk është zjarri, nuk është pyetje zjarri në xhenem, por është zjarri të cilën do të qohen në zjarr të xhenemit, në zjarr, pra do të sprovohen me zjarr në jetën e varrit. Në jetën e varrit, idhtarët e Firaunit, ndihmtarët e tij dhe bashkë Firauni me ta, do të ndëshkohet me zjarr duke qenë në varr. Nga se Allah i Lartësuar thot an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Në zjarr do të qohen në mëngjes dhe në mbrëmje, wa yawma taqumu as-sa'a, e kur të bëhet kiameti, ju thuhet adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Futni tash idhtarët e Firaunit, pasuesët e tij, në dënimin më të rëndë. Pra janë dy dënime të cilat Allah i Lartësuar i përmend në këtë ajet. Sikur mos ishte për qëllim që janë dy dënime të ndryshme, nuk do të kishte kuptim përmendja e tyre, edhe lidhsa që i thuhet wawul atf, që e ndërlidh dënimi i parë dhe dënimi i dytë, nën kupton që dënimi i parë dhe dënimi i dytë janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Pra dënimi i parë është në lidhje me jetën e varrit dhe dënimi i dytë është në lidhje me zjarrin e xhenemit. Po ashtu Allah i Lartësuar ka përmend edhe një rast tjetër ku njerëzit ndëshkohen nga melajket, ndonë se kjo është duke ja u marrë shpirtrat, po kjo është pjesë e varrit, pjesë e dënimit të varrit. Dhe thot Allah i Lartësuar: "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adhab al-huni." Thot sikur të shihje kur zullumçarët në çastet e vdekjes, melajket i shtrihin durët e tyre duke i goditur ata dhe ju thuhet: "Shpëtoni tash vetët e juaja, sot do ta merrni ndëshkimin më poshtrues, ndënimin më poshtrues." Thot Ibn Abasi, zgjatja e durëve është për qëllim goditja e melajkeve që i rrahin në fytyra e në shpinë këta njerëz. Po ashtu Ibn Hazir ka thonë ndonë se është fjala për çastet e vdekjes, këtu bën pjesë edhe ndëshkimi i varrit, pra që është pjesa e periudhës mes vdekjes dhe ringjalljes, pra përfshihet edhe ndëshkimi në varr. Në përgjithësi, besimi i Ahlus Sunnetit është që e besojnë saktësisht siç shprehur Imam Nawawiu, që e ka shpjeguar hadithet e sakta të Imam Muslimit, thotë ndjekësit e Ahlus Sunnetit, pasuesit e Ahlus Sunnetit besojnë në ndëshkimin në varr që konfirmohet dhe pohohet dhe miratohet nga Kurani dhe nga Suneti i sakt profetik. Pra edhe përmendëm në lidhje me Firaunin. Gjithashtu, mendja nuk e mohon një gjë të tillë, nuk e përjashton një gjë të tillë që ka mundësi më ndodh, ndërkohë që feja vetëm se na ka treguar me ajete dhe me hadithe të sakta, dhe atëherë ne obligohem që ta besojmë këtë pjesë të jetës. Megjithse ne nuk e dimë natyrën e përjetimit të begatisë në jetën e varrit, sikur se nuk mund ta dijim mënyrën apo formën e ndëshkimit në jetën e varrit. Pra është një çështje që ne ndalemi para pjesës së fshehtë. Është pjesë e ghaibit, pjesë e botës së fshehtë. Ne e besojmë, jemi të bindur që do të ndodhë, nga se Allah i Lartësuar në Kur'an na ka njoftuar dhe profeti i tij në hadithet e sakta na ka njoftuar, ndërkohë si çysh ka mundësi më ndodh, nuk e dijmë. Dhe për më tepër nuk i japim hapësirë mendjes me menu, me kqyr, po varrin, nëse e hapim masi që e varrosim dikon, aty është i njëjti, kjo është komplet pjesë e ghaibit. E ki pa ti jenë shtrat duke flajtur në xhum, e shen një ëndër dhe duket thu që ke udhtu kush e din çfarë vendi, ndoshta edhe ngritesh me panik, i friksuar, ndërkohë që në shtratje, mirë po shpirti jot, ëndrrën që e përjeton, ose gzim, ose friksim, ose tmerr, ose diçka, e përjeton ndërkohë që je duke ndajt në vendin tonë. Çysh e shpjegon? Allahu e din atë pjesë të ghaibit. Nëse vetëm kjo ëndrat janë një pjesë e pashpjegueshme, kush e di se çysh është pjesa e jetës në varr, se çysh i hapet besimtarit jeta e varrit, megjithëse Ibn Qayyim thotë që besimtari përjetimet e dënimit dhe ndëshkimit i përjeton në shpirtin e tij, po ashtu dhe në trupin e tij. Dhe nganjëherë shpirti i kthehet në trup dhe i përjeton në të dyja pjesët. Domethënë
në jetën e varrit. Kjo sa i përket. Po ashtu kemi edhe hadithe të tjera ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve në hadithin që transmeton Zeid ibn Thabit dhe tregon thot ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hipur mbi një mushk dhe ka qenë afër një kopshti të fisit Banu Najjar dhe më njëherë mushka ka filluar mu tërheq për mbrapa edhe e trembën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i interesuar që mi ditë çka është çështja pas këtij murit të këtij kopshti. Dhe kur i ka pa kanë qenë disa varreza. Kur i ka pa ishin 4 apo 5 varre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u bën një pyetje sahabeve. Dhe i thot kush i njeh këto varre? Kush janë këta të varrosur? Pra, banor të këtyre varrezave. Sahabët, njëri prej tyre qohet dhe thot unë i njoh pejgamber. O i dërguari i Zotit, thot kush janë? Janë këta persona që janë varros në periudhën e gjahilietit, në periudhën para islame, pra në periudhën e ignorancës, para zbritjes së shpalljes tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju i tha, ky umet do të provohet në jetën e varrit. Ky umet, që ne jemi prej këtij umeti, do të provohet në jetën e varrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është një pjesë shumë e frikshme e hadithit, që aq e rëndë është sprova varrit, se aq kërkon devotshmëri, aq kërkon të marrim sebepet që të shpëtojmë dhe të kalojmë me sukses këtë provim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoni me vëmendje. Thot nëse s'kisha me pas frikë se mos do të vdisnit, apo do t'i linit njerëzit pa i varros, do të lusja Allahun që të më bo juve mi dëgju për një moment dënimin e varrit që më ka bo mu mi dëgju. A e frikshme. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po përsërit edhe një herë. Sikur mos të kisha frikë, se momentin që i dëgjoni, kishit me vdek për frikës, kanë mi dëgju. Dënimin e varrit që përjetojnë banorët e varrit, apo kishit milion njerëzit pa i varros, kishit me ik, më mbath me të katrat, do ta lusja Allahun më mundsu vetëm një herë mi dëgju dënimin që përjetojnë banorët e varrezave, Allahu na ruaj. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi që i frikson sahabët dhe jo tregon për tmerrën që i përjeton dikush në varr, i thot dhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot kërkoni mbrojtje nga dënimi i zjarrit. Kërkoni mbrojtje nga dënimi i zjarrit, kërkoni mbrojtjen e Allahut nga dënimi i varrit. Kërkoni mbrojtje në Allahut nga dënimi i varrit, po ashtu kërkoni mbrojtje nga sprovat, nga fitnet, shka janë të hapura dhe shka janë të mshefta, dhe kërkoni mbrojtje gjithashtu nga sprova e dëgjallit. Por këto katër çështje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtuar sahabëve që të kërkojnë mbrojtje. Dhe kjo është njëra prej suneteve ku duhet ta bëjmë ne këtë dua në fund të at-tahiyatit. Masi që ta lexojmë at-tahiyatin, masi që të lexojmë salavatet, duhet të thonë Allahumma inni a'udhu bika min adhabin fi an-nari wa adhabin fi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. O Allah, kërkojmë mbrojtje nga 4 gjëra. Ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Këto janë 4 gjërat më të rrezikshme, çka mundet mu kanos besimtari, çka mundet mu rreziku besimtari me përfundu edhe me ngel në këto sprova të mëdha. Allahu na ruaj neve dhe familjarët tanë dhe të dashurit tanë. Cilat janë? Dënimi i varrit, dënimi i zjarrit, sprovat e jetës dhe të vdekjes, ato shfaqen dhe ato shfaqen të mshefta, dhe sprovat e Mesihut Dejjallit. Dënimi i varrit, pa që përfshin edhe sprovën e varrit dhe ndëshkimin në varr. Dhe sahabët, sa herë ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoni mbrojtjen e Allahut nga zjarri, kanë kërkuar mbrojtjen e Allahut që t'i ruaj prej zjarrit. Po ashtu nga sprova e varrit, po ashtu nga sprovat e dukshme dhe ato të padukshme, dhe po ashtu nga sprova e Dejjallit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë që transmeton Ibn Abbasi, ka lënë pranë 2 varreve dhe ju thot sahabëve, këta 2 persona, këta 2 varre janë ka dënohen, janë ka dëshkohen në varr. Mirë po, nuk janë ka dëshkohen për diçka të madhe. Në synin e juaj kjo çështje është shumë e vogël. Cila është ajo? Thot njëri ka përhap thashë them. I ka bërë fjalët tek të tjerë. Quhet ndryshe an-namime. Që më shkaktu përçarje, një prish vëllezërit në mesin e tyre. Dhe i dyti, që është ka ndëshkohet në varr, që është pej sebepeve ndëshkimit në varr, nuk është rujt nga pastrimi prej urinës së tij. Nuk është pastru si duhet nga urina e tij. Dhe kjo ka qenë domethënë shkak i ndëshkimit
në varr. E po ashtu me një hadith tjetër që transmeton Abdullah ibn Umeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dikush nga ju vdes në varrin e tij, çdo mëngjes të mbrëmje, i paraqitet vendi ku do të qëndrojë në përjetësi. Nëse është i xhenetit, e do ta fitoj xhenetin, edhe i tregohet xheneti, e nëse është i xhehenamit, ku do të përfundojë në xhehenam, i tregohet xhehenami. Allahu na ruajt, kjo si pjesë e begatisë të ndëshkimit. Si begati, vetëm të tregu ku ki më përfundu, besimtari gëzohet. Si pjesë me të tregu që ki mund ndëshku, hala po ndëshku, besimtari ndëshkohet, edhe nëse s'është ka prej të ndëshkimin. Sikur se më thon dikush, ki më shku në burg. Gjumi s'merr. Qysh në burg, errat, ftoft, s'kam ushqim, s'kam familje, s'kam shoqëni. Veç më thon ki më shku në burg, edhe më thon ki më dalë mas 5 vjetë, po gjumi s'merr për shkak emrit keq që ka. Pra më dikuj në varr i thuhet, ki më shku me përfundu në xhenem, Allahu na ruaj. E dikuj kur i thuhet, ki më shku me një vend të mirë, më shku në Mekë, ki më shku në Medinë. Qysh e përjeton atë hala pa shku, veç fillon mi përjetu atmosferën e imanit, e pra më mi thon dikuj ki më shku në xhenet, ki më shpëtu përgjithmonë nga zjarri i xhenemit. Kjo si pjesë e begatisë në lidhje me përjetimin e begatisë në varr. Çështja tjetër, pra po e përsërit edhe një herë, se si duhet ta besojmë ne ndëshkimin apo begatinë në varr apo sprovën në varr, pjesa e formës njëjtë sikurse besimi në Allah, njëjtë sikurse besimi në melajke. Nuk hijim tek përshkrimi i formës, tek përshkrimi i mënyrës, se është pjesë që nuk e kap mendja jonë dhe është pjesë e ghaibit, është pjesë e botës së fshehtë, të cilën ne nuk e dijmë. Mirë po, hadithet e sakta në gradën më të lartë, e tawatur, që në mënyrë të shumë anshme, në rrugë të shumë anshme, nga shumë sahabe janë transmetuar për dënimin e varrit dhe begatinë e varrit, që është në përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu, dhe këtë dënim apo këtë begati e përjeton trupi i cili i kthehet shpirti, mirë po nuk është sikurse çështja e jetës së kësaj bote. Nuk është sikurse çështja e jetës së kësaj bote që i kthehet shpirti i njeriu dhe jeton, që e ka shpirtin në trup dhe jeton, mirë po Allahu e din si mundet të ndodh, pra në pjesën në jetën e varr. Ndërsa kur e përmendim pjesën e begatisë së varrit apo ndëshkimit në varr, kjo përmendet varri që zakonisht njerëzit vdesin dhe varrosen. Mirë po, këtë çështje e përjeton edhe nëse dikush ka rënë në det dhe fundos në det dhe është kalm në det, apo kanë hongër e gërsirat, apo është djeg dhe është bo hi e pluhur, për të është i njëjti sa çka vlen për ato që varroset. Mirë po, emërimi apo këtë terminologji është në bazë të rasteve të në përgjithësi, rasteve më të shpeshta janë që kur des varroset dhe e ka marrë edhe emrin, domethënë ndëshkimit apo begatisë apo sprovës së varrit, ndërsa këtë çështje e përjeton sikurse ai që varroset apo nuk varroset. Është bë hi e pluhur, është duk komplet, apo e kanë hongër agresirat, apo e ka marrë deti, është fundos në deti, është humb, nuk i shihet asnjë gjurmë. Këtë çështje, domethënë, e përjeton gjithë secili njeri që vdes dhe i merret shpirti, pastaj domethënë do ta ketë pjesën e ndërmjetme mes berzahut dhe derisa të ringjallet për me vazhdu pastaj me lumturi dhe në përjetësi të xhenetit apo me ndëshkim në zjarr të xhenemit. Allahu na ruajt prej tij. Gjithashtu në lidhje me këtë çështje është që pastaj kur besimtari i kalon këto çështje të sprovave në varr, fryhet suri, pastaj bëhet kiameti, urdhërohet të ringjallen njerëzit dhe pastaj dalin nga varret e tyre dhe Allah i lartësuar i jep urdhër që gjithë secilit t'i kthehet krimtaria e tij dhe pastaj vazhdojnë skenat e pjesës së ahiretit që është në grumbullim në vendin e mahsherit dhe ku ndryshon toka, ndryshon natyra e tokës dhe mbledh që të filloj gjykimi. Dhe do të flasim në ligjëratën e ardhshme në lidhje me njerëzit siç vrapojnë tek Ademi, tek Nuhi, pastaj tek Ibrahimi, tek Musai, tek Isai dhe përfundojnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkojnë që vetëm të filloj gjykimi. Pra këtë ecje të njerëzve, hadithi i gjatë
për të cilin do të flasim në ligjëratën e ardhshme, e bojnë që vetë filloi gjykimi. Prandaj besimtari duhet ta marrë këtë çështje me seriozitetin më të madh dhe të përgatitet për jetën e varrit. Një Zot e din kur do të ndodhë kiameti, dhe një Zot e din kur e kena vdekjen. Përgatitet me devotshmëri, ta mëson fejen e tij, përgatitet me vepra të mira dhe të lë sa më shumë vepra të mira që i vazhdojnë pas vdekjes së tij. Kush e din, nëse ka kjo botë edhe 1000 vjet, pra mundohet 1000 vjet me të vazhduar ty veprat e mira. Duke e lutur Allahun me qenë ato vepra të sinqerta, në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të na pranohen. Pastaj duke lutur Allahun vazhdimisht që të na begatojnë ato dhe të vazhdojnë na shënohen në regjistrin e veprave të mira, nga se ajo është dëshira apo misioni jon më i madh që duhet ta synojmë, që ta rëndojmë peshorën e veprave të mira dhe të na jepet libri nga dora e djathtë dhe që atëherë e kena gëzimin më të madhin kur themi ha umqra'u kitabi. Ja, merrni lexoni librin e veprave të mia, unë kam qenë i bindur që do të japi llogari. Kam qenë i bindur që ka jetë të varrit, që ka sprovë të varrit, që ka ndeshkim dhe begatinë e varrit, andaj dhe jam përgatitur. Ai besimtar i cili friksohet sa është në jetën e kësaj bote, Allahu i lartësuar do ta sigurojë në varr dhe në ditën e gjykimit. Ndërsa ai njeri i cili, se nga sa Allahu nuk i bashkon besimtarit dy frika, ose friksohesh në dunja dhe shpëton në ahiret, ose ndihesh i sigurt e do të jesh i friksuar në varr dhe në ahiret. Andaj besimtari e mat çështjen e jetës së kësaj bote dhe të ahiretit me peshorën e ahiretit. Dhe nuk i dëgjon këto zërat e kohës së sotit, që mos e përmend vdekjen, mos e përmend varrin, mos e përmend frikën, po jeto bën ja çefin vetit. Jo, besimtari ai keni dëgjuar fjalën, vetë një herë jeto, një herë jeton, kështu që le të bën çef. Besimtari një herë jeton këtë botë, po do të vazhdojë me jetu për jetësi në varr, në ditë gjykimit, në xhenet apo në xhenem. Besimtari sheh shumë larg, sheh përtej kësaj bote. Duhet të jetë i mençur, të jetë vigjilant, të jetë i kujdesshëm dhe t'ja lexojë këto ajete me bindjen më të madhe. T'ja lexojë këto hadithe, këtë pjesë, siç e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë frikë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë kërcënim që u ka bëu sahabëve në mënyrë që të kërkojnë mbrojtje nga dënimi i varrit, nga dënimi i zjarrit të xhenemit. Elusim Allahun e lartësuar të na shtoj bindjen dhe të na bëjë dobi nga kjo çfarë dëgjuam, dhe të na jap sukses dhe të na përkrahë dhe ndihmë që të bëhemi gati për natën më të vështirë që kalon njeriu, atëherë kur do t'i paraqiten me lajket dhe në anën tjetër nëse ka qenë vepër mirë dhe besimtarët ka bërë vepra të mira, siç e kemi përmendur në ligjratën e kaluar, do të jetë dita më e mirë e tij dhe dita më e gëzueshme e tij, kur do t'i merret shpirti nga me lajket, do t'i qefinoset dhe do t'i lyhet me miskin për miskave të xhenetit, do t'i jepet përgëzimi që do të jetë nga banorët e xhenetit dhe pikëzimi i madh, thotë Allah bën kiametin. Bën kiametin që më shku sa më shpejt në xhenet. Lutim Allahun e lartësuar të na jemi prej tyre e të mos jemi prej atyre të cilët do të ndeshkohen në shpirtat e tyre, në trupat e tyre, mirë po të jemi prej atyre që përjetojnë kënaqësinë, lumturi dhe prej kopshteve ju shndran Allahu i lartësuar varret e tyre prej kopshteve në kopshteve të xhenetit. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.